Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Shqiponia dhe Forcën Kombëtare të Sigurisë, njësia Shkodër, ndërhyn menjëherë pas marrjes së njoftimit për një konflikt të ndodhur mesditën e datës 11/4/2025 në qytetin e Lezhës. Fillimisht u raportuar për një përplasje fizike mes dy shtetasve përpas hetimeve të thelluara, kthyrjes së pamjeve filmike dhe grumbullimit të provave, veprimeve të kryera në drejtimin e prokurorisë, u bë mundur zbardhja e plotë e ngjarjes dhe identifikimi i të gjithë personave të përfshirë në një konflikt për motive të dobta. Në vijim të veprimeve u bë arrestimi në flagrancë i dy shtetasve të dy banues në lagjen Nën Tereza në Lezhë, Fation Gjini, 34 vjeç, për veprat penale, plagosje e rëndë me dashje kryer në bashkëpunim, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, prishja e qetësisë publike dhe deklarate rreme përpara oficerit të policisë gjyqësore. Ervin Nika, 37 vjeç, për veprat penale, plagosja e rëndë me dashje, kryer në bashkëpunim, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe prishja e qetësisë publike. Si dhe u shpallën në kërkim për veprat penale, plagosja e rëndë me dashje, kryer në bashkëpunim dhe prishja e qetësisë publike, shtetasit RM 20 vjeç, banues në Tale, KN 20 vjeç, AD 15 vjeç dhe AM 17 vjeç.